Spa Resort na ka mirëpritur përsëri në ambientet e tij, ku vajzat tona konkurrente kanë shijuar luksin dhe komoditetin i cili ky resort të jep për më shumë se 2 muaj. Dhe për këtë arsye ne kemi pakzuar si resorti i miseve. Ju ftoj tani të zbulojmë se cilat do të jenë pretendentet e këtij edicioni dhe kush më mirë se sa Dress by Ayla dhe dekori i shëndritshëm i Erajda Event mund t'i sillnin glamur dhe vezullim konkurrentëve tona. Le të ndjekim një photoshoot shumë special dhe prezantimin e parë të vajzave tona, të cilat synojnë kurorën e më të bukurës në datën 8 qershor në finalen e Miss Universe Albania në Kosova në Pallatin e Kongreseve. Jam Nevra Halo, jam 26 vjeç, vi nga qyteti Sarandës. Kam studiuar për shkenca kompjuterike, ndërkohë kam ndjekur dhe studimet për mjekësi estetike. Tashmë po menaxhoj biznesin tim në qytetin e Sarandës. Ndërkohë po merrem dhe me modeling, një nga pasionet e mia më të hershme të fëmijërisë. Kam ardhur në Miss për t'treguar që unë nuk jam vetëm një Miss në pamje fizike, por edhe një Miss në shpirt. Jam Megi Shehaj, jam 22 vjeç, kam lindur në Angli, por origjinën e kam nga Tirana. Studioj në një nga universitetet më të mira në Angli, King's College, për shkencat biomedikale, ndërkohë jam edhe estetiste. Gjithmonë kam dashur të merrja pjesë tek Miss Universe e tani mendoj se është koha e duhur. Unë quhem Tesi Pulaj, jam 18 vjeç, studioj në gjimnazin me drejtim gjustor Asim Vokshi. Jetoj dhe kam lindur në Tiranë. Arsyeja që zgjodha të jem pjesë e Miss Universe është që të rritem personalisht dhe profesionalisht. Në planin personal, dua të njoh veten për te zonës time të komfortit, të përballem me një audiencë tjetër dhe pse jo të zhvilloj aftësi më të mira komunikuese.
ndërsa në planin profesional dëshiroj të kem marrëdhënie me njerëz të formimeve të ndryshme, të zhvilloj pasionet dhe talentet e mia. Miss Universe për mua shpresoj të jetë një rritje në karrierë. Unë quhem Tunika Nika, jam 25 vjeçe, jam e lindur dhe rritur në Suedi, po më origjinë jam nga Drenica. Studimet i kam mbaruar më së pari në inxhinieri, pastaj studimet e masterit i kam përfunduar në Logistics Management. Arsyeja pse kam zgjedhur të vi këtu me Miss Universe Kosova është sepse dëshiroj të provoj fatin dhe pse jo të fitoj një dërmisake. Jam Francesca Rustem, jam 19 vjeç dhe jam rritur dhe lindur në qytetin e bukur të Durrësit. Për 5 vitesh punoj si modele dhe gjithashtu vazhdoj të studimet e mia për fashion design. Në Miss Universe kam ardhur për të realizuar ëndrrën time, për të përfaqësuar denjësisht veten time, familjen time dhe gjithashtu për të prezantuar kauza të ndryshme. Unë jam Marta Marku, 21 vjeç, estetiste me profesion. Studioj për menaxhim biznesi marketing, ku edhe punoj në këtë fushë. Vi në Miss Universe Albania për të treguar se gratë dhe vajzat, aq sa janë të bukura, aq janë edhe të forta. Jam Angjelusha Zhunici, i kam 26 vjet, kom lind në Rahovec, po jetoj në Gjermani. Punoj punë sociale, si psikologe, me fëmijë që kanë probleme familjare. Unë marr pjesë për Miss Universe Albania Kosova, sepse kom qef me përfaqësu vendlindjen time të bukur. Unë quhem Vanessa Gorani, jam 18 vjeçe dhe vim nga qyteti i Shkodrës. Jam në vit të parë universitet, ku studioj për teknikë filar dentare. Në Miss Universe kam marrë pas ka qenë ëndra ime që e vogël të jem pjesë e një kompeticioni si ky.